Dashi, sot do të ndjeni një energji të re që ju shtyn drejt përmirësimeve në marrëdhëniet personale. Është një ditë e shkëlqyer për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të ndarë momente të këndshme me partnerin. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos lini asgjë në gjysmë. Mund të shfaqen mundësi të reja për të avancuar në karrierë, por keni kujdes nga vendimet impulsive. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Merrni parasysh të krijoni një buxhet më të rreptë për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Në aspektin emocional, përpiquni të gjeni kohë për veten dhe relaksim. Një ecje në natyrë apo një aktivitet i thjeshtë do të ndihmojë në rivendosjen e qetësisë tuaj të brendshme. Demi, sot mund të ndihesh i përfshirë në emocionet e të tjerëve, prandaj është e rëndësishme të ruash qetësinë. Në dashuri, ndjenjat e sinqerta do të ndihmojnë në përmirësimin e marrëdhënieve. Në punë mund të hasësh disa sfida, por me durim dhe këmbëngulje do t'i kalosh me sukses. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për shëndetin mendor dhe mos e neglizho kohën për veten. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë me një mik të afërt mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Ruaj një ekuilibër mes punës dhe kohës për relaksim. Kjo do të ndihmojë të ndihesh më i qetë dhe i përqendruar gjatë gjithë ditës. Binjakët, sot do të ndiheni të mbushur me energji pozitive dhe do të keni dëshirë të përmirësoni marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat tuaja dhe për të forcuar lidhjet. Në punë do të hasni disa sfida, por do të jeni në gjendje t'i kapërceni me sukses nëse qëndroni të organizuar dhe të fokusuar. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme dhe bëni një plan të kujdesshëm. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por është mirë të gjeni pak kohë për veten tuaj dhe të relaksoheni. Mos harroni që një shëtitje në natyrë ose një meditim i shkurtër mund të sjellë shumë qetësi në mendjen tuaj. Daforia. Ditën e sotme, energjitë kozmike sugjerojnë fokus në marrëdhënie ndërpersonale. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të zbulojë ndjenja të reja dhe të forcojë lidhjet ekzistuese. Në punë mund të hasni disa sfida, por qëndrimi pozitiv do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe bëni plane për të ardhmen. Emocionalisht mund të ndiheni të paqëndrueshëm, por meditimi ose një shëtitje në natyrë do t'ju qetësojë mendjen. Është e rëndësishme të ruani një ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Ndiqni intuitën tuaj dhe mos u nxitoni në vendime të rëndësishme. Kujdesuni për veten dhe për të dashurit tuaj. Luani. Sot mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Komunikimi është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim që mund të lindë. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur, por do t'ju kërkohet të merrni një vendim të shpejtë. Sigurohuni që të keni të gjitha faktet përpara se të veproni. Financat tuaja mund të jenë në një gjendje të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mbani një sy të mprehtë mbi buxhetin tuaj. Në aspektin emocional, një ndjenjë paqeje dhe qetësie do t'ju mbush gjatë gjithë ditës. Meditimi ose një shëtitje e qetë në natyrë mund t'ju ndihmojë të qëndroni të fokusuar dhe të relaksuar. Kujdesuni për veten tuaj. Birgjëresha. Sot do të ndihemi më të lidhur me njerëzit përreth jush. Në dashuri, do të keni mundësi të forconi marrëdhëniet ekzistuese. Mund të jetë koha e duhur për të shprehur ndjenjat tuaja. Në aspektin profesional, do të hasni sfida që kërkojnë zgjidhje kreative. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, sepse bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit. Financat do të qëndrojnë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mendoni për kursime afatgjata. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por bëni kujdes me stresin e përditshëm. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund të ndihmojnë për të rilidhur me veten. Kujdesuni për veten dhe mos e lini pas dore mirëqenien tuaj. Peshorja. Dita e sotme sjell energji të reja në jetën tuaj personale dhe profesionale. Në aspektin e dashurisë, mund të ndjeni nevojën për të thelluar lidhjen me partnerin. Komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të kapërcyer çdo keqkuptim. Në punë, ide të reja mund të ndriçojnë rrugën tuaj drejt suksesit. Shfrytëzoni këtë mundësi për të bërë një ndryshim të vogël që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen. Financat tuaja janë në një situatë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin emocional duke gjetur kohë për vetmin dhe reflektimin. Një ecje në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen dhe të gjeni balancën e dëshiruar. Akrepi. Ditë me energji pozitive dhe mundësi për të bërë ndryshime të vogla, por të rëndësishme.
Në dashuri, mos hezito të shprehësh ndjenjat e tua, pasi komunikimi I hapur do të forcojë lidhjet. Në punë mund të përballesh me sfida të vogla, por përpiqu të mbetesh I fokusuar dhe të mos dorëzohesh. Financat kërkojnë kujdes të veçantë sot, shmang shpenzimet e panevojshme dhe bëj plane për kursime afatgjata. Emocionalisht mund të ndihesh paksa I lodhur, ndaj është e rëndësishme të gjesh kohë për pushim dhe relaksim. Ndërmerr hapa të vegjël për të përmirësuar mirëqenien tënde. Kujdesu për veten dhe mos harro rëndësinë e balancës në jetën tënde të përditshme. Kjo do të ndihmojë të qëndrosh I qetë dhe I përqendruar. Shigjetari. Sot ndjeheni më të përqendruar dhe të motivuar në punë. Mund të hasni disa sfida, por aftësia juaj për të qëndruar të qetë do t'ju ndihmojë t'i kaloni me sukses. Në aspektin financiar, bëni kujdes me shpenzimet dhe shmangni investimet e rrezikshme. Është një ditë e mirë për të bërë një planifikim më të strukturuar të buxhetit tuaj. Në dashuri, përpiquni të jeni më të hapur dhe të kuptueshëm ndaj partnerit. Komunikimi I sinqert do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, mund të ndiheni të tërhequr nga dikush që ndan interesat tuaja. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni kohë për të relaksuar dhe për të kujdesur për veten. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju bëjë mrekulli. Britsjapi. Sot do të ndiheni veçanërisht të motivuar për të përfunduar detyrat që keni lënë pas dore. Në aspektin e dashurisë mund të ketë disa keqkuptime të vogla me partnerin, por asgjë që një bisedë e hapur nuk mund ta zgjidhë. Në punë, dikush mund të vlerësojë përpjekjet tuaja, duke ju dhënë një shtysë të re për të vazhduar me projekte të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepruara. Për të ruajtur një gjendje emocionale të mirë, merrni pak kohë për veten dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet I preferuar do të ndihmojë për të rifreskuar mendjen. Mos harroni të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që shqetësimet e vogla t'ju prishin humorin. Ujori. Sot do të jeni të fokusuar në çështjet e zemrës dhe do të ndjeni nevojën për të shprehur ndjenjat. Në punë do të keni mundësi të reja për të treguar aftësitë tuaja. Mos e nënvlerësoni veten, por jeni të përgatitur për sfida të vogla. Financat mund të kërkojnë vëmendje shtesë, ndaj është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përpiquni të mbani një balancë mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Në aspektin emocional do të ndiheni paksa të lodhur, por një pushim I vogël mund t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se është e rëndësishme të ruani qetësinë. Sot është dita për të menduar për të ardhmen dhe për të bërë plane të qarta. Peshqit. Sot mund të ndjeni një nevojë të fortë për të komunikuar më mirë me partnerin tuaj. Nëse keni ndonjë keqkuptim të vogël, është koha e duhur për ta sqaruar. Në punë, një projekt që keni nisur më parë mund të marrë një kthes pozitive. Mos hezitoni të shprehni idetë tuaja, pasi ato mund të vlerësohen nga eprorët. Financat duket se janë stabil, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdes me impulsivitetin në blerje. Në aspektin emocional mund të ndiheni pak të lodhur nga rutina e përditshme. Gjeni pak kohë për të relaksuar dhe për të marrë me aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen.